cilin nga anëtarët e panelit për të dhënë një fjalim të tyre. Si fillim, të doja të ftoja me respekt zotin Pollum Zallumi, avokati i njohur mbrojtësi të drejtave të njeriut dhe mik i familjeve që kërkojnë të çlirojnë bijtë e tyre nga kampi i Mekut. Fillimisht ju përshëndes për pjesëmarrjen. Tashmë jemi bërë vërtet një organizat vërtet disiplinuar dhe me rregulla dhe norma shumë ligjore dhe njerëzore. Që natyrisht në sajt kretarit që të apasionuar nuk përton në asnjë moment për të realizuar statusin edhe akt themelimin e një organizate, siç përcaktohet në dispozitat ligjore. Për çdo organizat ka një status, ka një akt themelimi, ku në bazë të ligjit përcaktohen edhe gjithë aktivitetet, duke ruajtur natyrisht normat ligjore dhe njerëzore. Tema që ka vërtet interesante, unë pak më vënë se mora vesh, sepse kam bërë shumë nga shumë sot, për mirësinë, edhe vërtet që mirësia do të ishte një virtut shumë i lartë njerëzore. Dhe kjo temë u them përputhet një mënyrë edhe me objektin edhe programin e kësaj organizate, që në thelb ka vërtet ka mirësinë për të ndihmuar të kontingjent iranianët që mos përsërisë unë jam marrë goxha në aspekt ligjor, në mirësinë e brendshme, me gjykatët për leje afatgjatë të ndrimi ose të tipit këto, që i kemi gati në proces. Jo të gjitha përgjithësor, se shpresojmë që një pjesë të madhe të tyre do të rregullojmë edhe në Ministrinë e Brendshme, që na kanë premtuar që në bazë të ligjit huaj, këto persona asnjë nuk duhet të ketë frikë për orën dëbimi. Për arsye se vetë Ministria e Brendshme ka detyrim ligjor që kur ka skatuar një leje qëndrimi MAFA, brenda 10 ditësh duhet zgjerë urdhërim. Për fatin e mirë, ka kaluar vite dhe ato as nuk kanë zbatuar një net të caktuar. Dhe kjo që pas e fortë e jona që do t'i pajisim gjithë kontingjentin e kësaj organizate, se këto janë shumë, po flas për ato që bëjnë pjesë të organizatën që ka themeluar AIDA, dhe në këtë aspekt vërtet ka lidhje me mirësinë. Për arsye se thash herë që kjo organizatë në bazën e vet ka vërtet mirësinë dhe kontributin njerëzor. Mirësia është virtuti më i lartë i njerit dhe fatkeqësisht ndaj këtyre njerëzve që unë kam lexuar historikun dhe kronologjinë e jetës, nuk është marrë përpas kur mirësia dhe dhima njerëzore. Ndër vite, që mos po them gjithsesi është kam qenë detyruar të lexoj gjithë procedurën e tyre në përkampe, vuajtjes njerëzore që ka kaluar dhe mendoj se kjo organizat vërtet ka sjellë mirësinë tek ata. Kjo mirësi them që të plotësohet edhe në plotësimin e kuadrit ligjor, për të pajisur të gjithë kontingjentin me vizë unike të TPC, të cilët nuk kanë më asnjë problem dhe gati plotësojnë statusin e çdo në shtetin tonë, dhe kanë të drejtë pastaj mbas këtij momenti që të pajisen me kontrata pune, me siguracione, pra të gjitha të drejtat e njeriut që përcaktohen edhe në Kartën e Drejtave Evropiane, siç edhe ne e kemi miratuar si shtet. Dhe së fundi, edhe njëherë ju përshëndes dhe uroj që kjo organizat ketë vërtet një plotësim të gjitha dëshireve mbi bazën e mirësisë, kontributit, dinjitetit njerëzor, natyrisht, sepse vërtet ka një kryetar organizate vërtet shumë të apasionuar, që e kemi parë.